Ishte moment I vështirë, me thonë drejtën, ajo periudhë, ishte në rrëzimi I qeverisë, ju e dini situatën e tensionuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me administratën e parë Trumpit, dhe unë I kisha gjithmonë ato hezitimet e mia, isha kryetar grupi, mora përsipër mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë. Barën kryesore, figura kryesore, njeriu që e mor krejt mallkimin në Kosovë, edhe pse nuk isha unë njeriu që e ka marrë vendimin, dhe nuk isha unë njeriu që kam qenë në kontakt me Grenellën apo tjerë, s'kam pas kur kontakt me Grenellën, s'kam taku kur, nuk kam pas asnjë lloj raporti me ta, por ajo është një politikë ndërkombëtare, është një politikë amerikane që ka qenë një kohë shumë e rrezikshme dhe mendoj. Në CV-n tuaj besoj se është dashur me qenë si njëra prej vendimeve tua më të mira në karrierën tonë me rrezu dikë si Albin Kurti. Natyrisht se në vota kjo ndikoi keq, për kohën nuk ka qenë e pranueshme mënyrë perceptimi publik se ishte pandemia, por problemi ishte rreziku jashtëzakonisht I madh. Unë kam pas hezitimet e mia, më thonë deri, kam pas dyshimet a bën e mirë apo bën e keq. E disha se partia ka komunikuar me mesazh para rrëzimit të qeverisë. Edhe gjatë procesit, po.